Çfarë rekomandon për të shkruar? Dëshira për të treguar histori apo për të kuptuar më mirë veten dhe jetën? Sa e bukur, edhe shumë bukur për të kuptuar. Kam dëshirë, e shkruara është nevoja jonë për të, jo për t'i treguar tjerëve për veten, po për t'i treguar vetes gjëra që nuk i di. Ti duke folur me veten tënde, kur shkruan flet me veten tënde realisht, shëron trauma, drama, kupton. Më besoni, ka momente unë të flas ty, ti më dëgjon dhe s'më kupton. Për shembull, në moment se ti po mendon për një gjë tjetër, e ke mendjen diku tjetër, e ke mendjen të mbarosh pyetjen deri në fund mirë. Nuk u dëgjon fare. Në moment që dëgjon këtë gjë që po themi bashkë, mas 2 vjetësh, le të themi rastisht, thua, ka dash të thotë këtë. Nuk arrim ndonjëherë ta kuptojmë atë për cilin flitet. Dhe vjen një moment që arrim ta kuptojmë. Kështu kjo ndodh me veten, kjo ndodh me të tjerët. E shkruara është mundësia më e mirë për të folur me veten dhe nëpërmjet kësaj njerëz të tjerë të dëgjojnë dhe të shikojnë veten e tyre. Nuk ka më bukur se të jesh i thjesht fare kur shkruan. Kjo është shumë e përbërë në fakt, që të tjerët të mund të gjejnë veten dhe të përfshihen. E shkruara është shumë e bukur, po më e bukur se e shkruara është diçka tjetër, është e lexuara. E lexuara na është kthyer në detyrë kursi, na është kthyer në buzëqeshje, po do lexoj, e di apo qeshin çuna do shkrin. Problemi është që e vetmja mënyrë për të bërë një çun edhe një vajzë e mirë është të lexosh. Leximi na bën empatik. Leximi na bën njerëzor. Leximi na bën më të bukur. Vajza si më i thosha kur isha e vogël, po të lexosh të zgjaten flokët. Edhe më besonte ajo. Dhe tani thotë, pse më gënjeje? I them, nuk të gënjeja, po flokët mase nuk të zgjaten, po mund, po. Sepse e lexuara të fut në ca udhëtime dhe përjetime që pastaj të ndihmojnë dhe të edukojnë emocionet. Ato emocionet që djemtë dhe vajzat që ngasen Porsche me 200 nuk i kanë dot. Ata janë kthyer në njerëz automatik me gjithë kuptimin e fjalës, që vrasin tjerë, vrasin veten, rinin e tyre, vrasin mundësinë për të zhvilluar dhe për të jetuar botën në gjithë kompleksitetin e saj. Më besoni, një prej arsyeve është se nuk lexojnë. Një prej arsyeve që ti nuk e kupton tjetrin, që nuk ndjen për tjetrin, një prej arsyeve që nuk zhvillohesh dot, është që nuk lexon. Prandaj, më bukur se shkrimi është leximi. Kjo ndodh jo me çdo libër, por ne e provojmë. E kapim, s'na pëlqen, provojmë një tjetër, derisa ngelemi te libri i duhur. Po lexove, i ke bërë vetes dhuratën më të bukur që s'mund t'ja bëj asgjë tjetër. Asnjë llotari, asnjë trashëgimi, asnjë dhuratë familjare, asnjë lekë e ardhur nga vin lekët o nuk e di, po tani nga s'vin, nuk ta jep dot atë që do zbulosh ti tek një libër që është diku duke të pritur. Takoje se si dihet çfarë po fshe për ty.